A ndikon aktiviteti seksual në shëndetjen e zemrës? Një studim ndoqi mbi 1100 burra dhe pa lidhje mes aktivitetit seksual dhe shëndetjes së zemrës. U vure se ata që kishin aktivitet seksual shumë të rrallë, rreth një herë në muaj ose më pak, kishin rreth 45% rrezik më të lartë për sëmundje kardiovaskulare, krahasuar me ata që ishin më aktiv seksualisht. Gjithashtu, u gjet lidhje edhe me disfunksionin erektil, i cili shpesh shoqërohet me rrezik më të madh për probleme zemre. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që mungesa e aktivitetit seksual shkakton sëmundje zemre. Studiuesit theksojnë se aktiviteti seksual i ulët është më shumë një shenjë shëndeti të dobët të përgjithshëm, jo shkaku i sëmundjes. Pra, aktiviteti seksual nuk mban gjallë zemrën, por shëndeti i përgjithshëm ndikon si në zemër ashtu edhe në jetën seksuale. Sipas studimit që sapo ndoqën përmes inserti që me sa duket ka vënë botën në lëvizje, kuptojmë që mungesa e aktivitetit seksual mund të ndikojë tek shëndeti i zemrës. Sipas dhënave të publikuara nga pikërisht studiues ndërkombëtar, personat me jetë seksuale më aktive rezultojnë të kenë probleme më pak kardiovaskulare dhe gjatësi më të gjatë. Por sa vërtet është kjo dhe e thënë disi, a është seksi ilaçi edhe eliksiri i jetës apo gjatësisë, dhe çfarë informacionesh po keq interpretojmë dhe ndoshta po i shpërndajmë gabim. Për të marrë disa përgjigje, sigurisht nga profesionistë të fushës, sot me ne në studio na është bashkuar zoti Avenir Balili, ginekolog. Ne kemi në studio për folur për këtë studim i cili me sa duket është në vëmendjen e gjithëve paktën kohët e fundit. Çfarë efekti ka marrëdhënia seksuale, seksi tek shëndeti i zemrës së vetvete? Gjatë marrëdhënieve seksuale në organizmin e partnerëve çlirohen mbasi arrihet orgazma, se nuk ketë aktivitet seksual pa arritur në orgazm. Çlirohen endorfinat interne, që janë hormonet e mirëqenies, si i themi ne. Dhe influencoj pozitivisht në gjithë organizmin, veçanërisht në sistemin nervor dhe në atë kardiovaskular. Pra, vazhdimi i aktivitetit seksual me avancimin e moshës së mashkullit në këtë rast, po jo vetëm mashkullit, edhe gruas, është e rëndësishme në mirëqenien e zemrës dhe të trurit. Kjo është e padiskutueshme dhe është e vërtetuar me kohë. Por duhet të bëjmë një dallim që nëse fillon impotenca tek meshkujt, është paralajmërues i turbullimeve të mëvonshme të zemrës dhe të trurit, sepse dëmtimet vaskulare shfaqen në fillim në organet genitale dhe pastaj vite më vonë ose edhe muaj më vonë mund të reflektojnë në zemër ose në tru. Qartë. Pra, zoti Avenir, mund të themi që raportet intime janë një përcaktues për shëndetin dhe mirëqenien tonë, por nga ana tjetër mund të ketë një ndikim edhe në jetëgjatësi? Natyrisht që po, asë nuk diskutohet. 4 janë faktorë tash, thonë. Dieta, lëvizja, seksi dhe puna. Deri dje ishin 3. Punën e kanë shtuar vitet e fundit. Edhe aktiviteti, pjesëmarrja në punë është e rëndësishme për një jetë të gjatë. Qartë. Mirë, çfarë mund themi nëse arrim në sugjerime në formë statistikash? Sa herë në javë duhet bërë marrëdhënie seksuale? Normalisht, për një çift që ka disa vjet martesë o bashkëjetesë, se nuk shtetën të jenë të martuar, 2-3 raporte në javë janë normale, hynë në normë. Por kemi parasysh, duhet jenë 2-3 raporte të kënaqshëm për të dy partnerët, jo vetëm për marrë. Pra që të dy partnerët arrin orgazm. Orgazm, patjetër. Mirë, sepse ka normë, ka në normë, ka mbi normë. Kur është mbi normë? Apo marrëdhënia seksuale s'ka kur mbi normë? Nuk ka limit. Po, domethënë, kur dëgjoj që më thonë një herë në javë, një herë në muaj, më vjen keq për pacientët që më vinë. Se nga se ekspozohen, për pos sëmundjeve predispozita për probleme me zemrën?
Shumica janë të stresuar. Një episod impotence mund të qelloj, por në qoftë se përsëritet, atëherë është problem. Dhe duke u përsëritur, fiksohet në tru. Dhe individi thotë, jo, unë jam impotent, nuk jam më i Zoti, jam plakur para kohë. Nuk është e vërtet. Sepse një episod mund të korrigjohet dhe pastaj të rifillojë jeta normale. Kjo është një fenomen që e shikojmë gjithmonë në praktikën tonë. Por duhet të inkurajojmë çiftet që të vazhdojnë jetën e tyre të rregull seksuale. Zotë Venir, kur nisin problemet në raportet intime dhe seksuale, partnerët flasin me njëri tjetrin apo më shpejt mund të flasin me mjekun respektiv? Natyrisht, për impotencën apo dhe problemet tjera. Çiftet e reja kanë ndryshuar, se në fillimet e punës time as që bëhesh fjalë, nuk dinim as që ishte orgasma femërore, të paktën unë nuk e dija. I mësuam shumë më vonë. Unë pata fatin që të shkoj jashtë, shpejt edhe atje na i sqaruan. Po unë isha më ignoranti nga të gjithë ata, se ata të gjithë kishin njohuri, unë isha më i padituri atje. Kështu që tashmë flasin hapur, thua, çiftet e reja. Që nuk ka ndodhur rëbërzim. Ndryshe, bile flasin edhe ato që s'duhet nga njëherë. Mos komunikimi çon ndonjëherë në tradhti? Seksologët sot e thonë që është një postulat në seksologji që thonë flirtet e shkurtra përmirësojnë jetën seksuale të çiftit. Tradhtit e zgjatura jo, se prishin familjen. Flirtet e shkurtra. Pra që është një eksperiencë seksuale vete të zëmë në një kroqerë, se kroqera... Qëfar së ndodhë? Të bëmë shumë serios. Venë në pushime, ose dëgjoja që ruset, gjermanet shkojnë vetëm në Turqi për pushime. Dhe lidhen atje me meshkujt turq, ose partner të kampit atje, ose të hotelit. Për eksperienca. është normale kthehen të kënaqur pastaj në Moskë, në Sankt Petersburg. Pra është flirti i shkurtër, flasin për të flirtet e shkurtër. Pa prishur familjen. Pa pasur neveri për burrin. Çfarë mund të themi, meqenëse se seksi pas ka këtë ndikim tek zemra si organ, i bie që beqarët mund të jetojnë më gjatë se sa njerëzit e martuar në një marrëdhënie, por me një marrëdhënie me probleme të krisur, që praktikisht nuk bëhet as seks? Tashi, beqarët ndoshta kanë edhe mundësi alternativa tjera, se nuk janë të lidhur edhe mund mos kenë komplekset e një burri të martuar. Sigurisht. Kështu që çdo gjë është individuale. Por themeli është që raportet të rregulltat janë bamirëse. Janë bamirëse, pa diskutim. E qartë. Mirë. Është rëndësishme të kuptojmë, sepse fundja këto biseda nuk e di pse edhe në vitin aktual që jemi konsiderohen tabu dhe ne këtë feedback e marrim me njëherë edhe nga komente në momentin që postojmë segmente nga intervistat tona, por fundja jemi këtu për të informuar në kuadrin sigurisht shëndetësor, mjekësor, bazuar në argumenta. Kur bëhet problem mungesa seksit? Kur bëhet problem mungesa seksit? Në qoftë se kemi të bëjmë një pauzë që zgjat ndoshta disa muaj? Mungesa e aktivitetit seksual pasohet me jo vetëm me dëmtimet që tham, por edhe psikikisht nuk janë. Këta individ janë të pa ekuilibruar, nervoz, duke mos pasur jetë seksuale janë të ftohtë, nuk kanë vështirësi në komunikim, në marrëdhëniet me njerëzit, me seksin komplementar. Është një problem i madh që secili duhet ta zgjidhë më. Pra, doktor, po na thua kur shohim njerëz si ta caruar që nuk e shpjegojmë çfarë kanë, mund mos kenë bërë seks? Meshkujt që s'kan aktivitet të rregullt ose kanë kohë pa kryer, janë agresiv. Rrien me grushta, shajnë, bëjnë, ndërsa gratë, edhe gratë një të gjë, por e kanë më tepër me llafe gratë. Shajnë, nuk qëllojnë, po të zërë rrugën, të përplasin me makinë. Dhe zgjidhja është thjesht tek marrëdhënia seksuale, Dhe dihet që pyesin njërën si duket një grua mbas marrëdhënieve seksuale.
Ta është gjithmonë e qeshur. Shumë e vërtet është, doktor. Kthehemi edhe një herë tek tematika për të folur për aspektin psikologjik. Ju pak më parë na thatë një detaj për cilin dhe ju vjen të keq, që gjithmonë më tepër edhe tek çiftet e reja është ulur numri i raporteve intime. Është efekti i stresit ju thatë, por çfarë tjetër ka ndikuar? Stresi një, mënyra e jetesës, obeziteti, jeta sedentare, konsumi i duhanit, alkooli, droga, të gjitha këto shpjen në një numër më të ulët në humbjen e dëshirës seksuale, humbjen e libidos dëshirës, edhe pastaj obeziteti sidomos shfaqet edhe me impotenca pastaj. Është rritur në Shqipëri, është rritur konsumi i Viagrës. Konsumi i qetësuesve, se nga stresi që kanë lëndëve psikotrope. Të gjitha këto i thonë farmacistët dhe japin edhe shifrat sakta, se farmacistët i shesin, ata i tregtojnë. Dhe kam dëgjuar nga ta se nga njëherë detyrojmë që të marrë Viagra ose Cialis. Sildenafil, pra në përgjithë. Po, ti mbaj në studio, sepse pacientë e mi kërkojnë mua, thonë, na vjen në rënd ti marrë. Të shkojnë drejt farmacistë për ti marrë. Kam parë edhe graj që një ditë pranë me erdhi një vajzë e re, spriti nga taksia, mori preservative dhe Viagra. Në sytim, më thash se po më vinte rënd mua. Por nuk ka ardhur do të partneri saj dhe në këtë rast ka qenë ajo që... E fundit, doktor, se shtemi në sekondat e fundit, ekziston një thënie, 7 minuta seks është 1 orë palestër. A mund të themi që seksi është më mirë se palestra? Është e vërtet, është e vërtet. Është një seks i vërtet, aktiv, jo pasiv. Që të marrin pjesë të dy, jo vetëm njëri. Po të dy të marrin pjesë aktive. Dhe të arrin deri tek ajo çfarë thamë pak më herë, deri në orgazm. Deri në orgazm, detyrimisht. Dhe mund të dalë në konkluzionin që seksi është më mirë se palestra. Jo, të dyja kompletojnë njëra tjetrën. Okej. Por është një mënyrë e thënit, domethënë. Qartë. Mirë, doktor, ne falenderojmë shumë. Faleminderit shumë, gjithmonë. Që gjithmonë i hapur për diskutuar për tema që nganjëherë hezitojmë të diskutojmë. Gjithmonë mirë pritur. Bëjmë gati të dy ne shkojmë me njëherë tek kuzhina. Me kënaqësi.